të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Pak ditë më parë në Xarat të Kroacisë u zhvillua një aktivitet mjaft i bukur. Drejtuesit e revistës Shezat, Adrian Ndreca dhe Arian Stajka u bën nismëtar të një konferencë shkencore albanologjike e cila u shoqërua me 2 koncerte të veçanta. Pjesëmarrës nga Shkodra, por jo vetëm, emra të njohur të muzikës bashkëkohore. Markelian Kapidani, Barth Jakova, Bruna Keqi, por edhe drejtuesi mjaft organizativ i mjaft eventeve kulturore, siç është Florian Jakaj, ishin protagonist mes mjaft muzikantëve dhe pjesëmarrësve të tjerë të këtij aktiviteti. Unë sot në studio kam ftuar njërën prej protagonisteve të kësaj feste, do ta quaj të shqiptarisë, Bruna Keqi, flautisten Bruna Keqi. Mirëmëngjes Bruna, mirë se erdhe në programin tonë. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për ftesën. Në fakt, po? Është ndjesi e mirë kur ndiqesh nga publiku edhe atëherë kur ti nuk je në tokën tënde. Pavarësisht se një pjesë e jona është dhe në Xara, dhe kjo është arsyeja pse kjo lloj konference e cila kishte të bënte jo vetëm me gjuhën, por me një gjuhë të folur, me një gjuhë të hershme, me gjuhën e sotme, me gjuhën e shpirtit, me gjuhën e muzikës dhe me gjuhën e kulturës, e kulturave që na lidhin së bashku dhe na bëjnë këto që jemi sot me atë histori të pasur që kemi në të shkuarën dhe shpresojmë që të vazhdojmë ta kemi edhe në të ardhmen. Faktikisht ju keni përjetuar disa ditë mjaft të bukura të aktiviteteve. Fjala e thënë, por edhe ajo e kënduar dhe e interpretuar. Ishin në simbiozë me brigjet e gjuhës shqipe, për të kënduar, për të folur, për të interpretuar në shqip. Kjo ju bëri mjaft të ndjeshëm në këtë pjesëmarrje apo jo? Patjetër, për mua ka qenë emocioni i veçantë të isha pjesë e një grupimi, do thoja, e një grupimi jo vetëm muzikantësh, e një grupimi të gjerë intelektualësh dhe njerëzish të cilët duan të sjellin diçka të re, diçka nga e shkuara për ta sjellë tek brezat e ri ndryshe, për ta rizbuluar atë, për ta rivënë jetë, siç ishte mbajtja e një konferencë 3 ditore nga data 3 deri me datën 5 tetor në Xara të Kroacisë, e organizuar si sot edhe ju nga revista Shezat. Por për t'i dhënë atij aktiviteti një simbioz tjetër, siç thatë edhe ju, për të bashkuar gjuhët e shkruara, të folura, të kënduara dhe të interpretuara në një vend të vetëm, u realizuan edhe 2 koncerte. Koncertet ishin të përmasave shumë profesioniste, 2 koncerte si një produkt, një prezantim i një produkti të ri të shoqatës kulturore Rokjakaj. Unë isha e ftuar aty, isha e ftuar si flautiste, dhe për këtë unë falenderoj shumë edhe organizatorët, në veçanti zotin Stajka, zotin Ndreca dhe zotin Jakaj. Patjetër unë do të falenderoj edhe ato që më shoqëruan në performancën time si flautiste. Unë isha e ftuar e Markelian Kapidanit, i cili më shoqëroi me trion e tij me një pjesë e cila kishte tinguj shqiptar të dedikuara shqiptarëve. Po, ne do të flasim, por më pas, në fillim do desha të dija, ky formacion muzikor, produkt i shoqatës Rokjakaj, është quajtur Albanian Sounds. Mund të flasim pak sa për Albanian Sounds? Atëherë, Albanian Sounds është një risi që shoqata Rokjakaj e prezanton si tingujt shqiptar
të cilët do të dalin përtej Shqipërisë tonë gjeografike. Është si një nxitje e re për të prezantuar Shqipërinë tonë të bukur ashtu siç i ka hije. Ne tashmë e dim që shumë muzikantë, edhe jo shqiptar, janë dashuruar me muzikën shqiptare, siç mund të përmend njërin nga ato, që ishte edhe prezent në Albanian Sounds, Paolo Marzokin, pianistin e shkëlqyer, mund të them, i cili nga Italia, italianin, i cili është dashuruar me tingujt e Prendjakovës. Para shumë vitesh ka njohur autorin Prendjakova fal një tjetër muzikanti shkodran, i cili e ka prezantuar në mënyrë rastësore për t'i treguar që edhe ne kemi diçka, pa e ditur se ai do të bëhej një ndër interpretuesit më të ndjeshëm dhe më të veçantë të tingujve të Prendjakovës. Në Albanian Sounds këtë vit në koncertin e parë që u zhvillua me datën 3 tetor, u prezantua edhe kompozimi i ri i Paolo Marzokit, Fantazi mbi fjalë zemre të Prendjakovës. Ka qenë një moment i jashtëzakonshëm. Për të vazhduar më pas me prezantimin që u bë e një trio vajzave kroate, të cilat kënduan shqip në Albanian Sounds, për ta përmbyllur pastaj me filharmonicistin ton, për të cilin të gjithë ndjehemi krenar dhe kemi fatin që e kemi tonin, e kemi një nga ato perla të cilët për fatin ton të mirë na prezanton në një mënyrë të shkëlqyer në çdo skenë ku ai merr pjesë. Bardhi Jakova. Po, më bën përshtypje, përshëndesim Bardhin dhe ju urojmë gjithmonë suksese. Më bën përshtypje përzgjedhja, më bën përshtypje cilësia e interpretimit dhe natyrisht e artistëve që interpretuan. Është interpretuar një fantazi, pra e ndërtuar mbi motivet e Prendjakovës. Sa bukur është ta ndërkombëtarizosh, domethënë ta ngresh shumë lart muzikën. Kjo tregon edhe një cilësi mjaft të mirë të këtyre veprave që mund të shihen nga kënd vështrime të ndryshme dhe gjithmonë si muzika klasik është shumë e manipulueshme për të gjitha mundësitë që t'jep tingulli dhe emocioni. Ndërkohë edhe vajzat kroate të këndojnë, në fakt ato janë arbreshe. Ka një prejardhje arbreshe, unë nuk do të hyj shumë në origjinën e vajzave. Sepse Zara është një... Ka një komunitet arbresh në Zara. Prandaj ndoshta edhe është zgjedhur pikërisht ky vend për të organizuar një aktivitet të tillë. Dhe si specialiste Bruna, por edhe si njëri që ishte afër këtyre emocioneve, si tingëlloi kjo muzikë duke u vënë në dorën, gojën, emocionet e njerëzve jo krejt shkodran, jo krejt shqiptar, po afër tyre. Atëherë, programi ka qenë i ndërtuar në një mënyrë të tillë që sillte për publikun të shkuarën e muzikës shqiptare, ato tingëllimet e vjetra të saj, me pjesëmarrjen e duos arbreshe, e cila drejtohet nga Ana Stratigo, është edhe kryetarja e komunitetit arbresh në Itali, dhe tingëllimet që sollen Ana Stratigo me bashkëpunëtoren e saj na dërguan në lashtësitë tona duke na kujtuar brezat e shkuar, sepse duhet jemi krenar për atë çka arbreshët kanë ruajtur në thelbin e tyre. Traditën e të kënduarit dhe të gjuhës së kënduar si atëherë. Dhe programi ishte i ndërtuar në mënyrë të tillë që na dha një panoramë të gjerë të historisë tonë. Duke filluar nga lartësia për të ardhur në ditët e sotme, duke interpretuar jo vetëm Prendjakovën, por edhe autorë të tjerë të interpretuar me mënyra të ndryshme, jo vetëm në piano, por edhe në ritme jazz, që i solli Markelian Kapidani. I famshmi. Dhe
për të dhënë mesazhin që pavarësisht se kohrat ndrojnë, muzika mbetet e pastër edhe kur vjen sipas ritmeve të sotme. Pra, çdo gjë e sjell në kohë duke ruajtur traditën pra duke ruajtur tingëllimet e pastra të muzikës qytetare, të muzikës shqiptare. Është pritur me interes natyrisht ky interpretimi i muzikës sonë. Unë do mundohem të flas me modesti për këtë pjesë, por artistët, të gjithë artistët, duhet thënë, janë pritur më së miri. Zara. Videot besoj ju i keni ndjekur. Kam ndjekur. Ku tregojnë një interes shumë të madh të publikut, jo vetëm të studiuesve që ishin pjesë edhe e konferencës, të cilët shumica kanë qenë të huaj, janë studiues të albanologjisë dhe studiues të shuar, duhet të themi. Jo vetëm ato kanë shprehur interes për pjesën e koncerteve, por edhe qytetarë të Zarës, të cilët na kanë ndjekur në të dy koncertet, duke u surprizuar me mënyrën se si erdhen ato tinguj në Zara. Në fakt, ajo që e bën më të veçantë pjesëmarrjen tënde aty është interpretimi si flautiste në dy raste, edhe me trion, por edhe si shoqëruese e fjalës, e poezisë. Ishin dy impresione mjaft të veçanta, apo jo? Për mua, kjo është një ndër eksperiencat më veçanta artistike që kam përjetuar deri më sot. Pasi të interpretosh me Markelian Kapedanin, e përshëndesim këtë do të thotë që emocionet e tua mos kenë fund kurrë. Unë i rikthehem atij filmimi, i rikthehem atij interpretimi dhe ndjej ende emocion, sepse për masat e një muzikanti si Markelian Kapedanit janë të atilla që çdo lloj muzikanti dhe çdo artist, qoftë ky i ri apo profesionist, përballë tij ndihet gjithmonë i emocionuar. Koncerti, përmbyllja e koncertit që ishte komplet e dedikuar trios të Markelianit, ka qenë që interpretonte muzikë jazz, sigurisht, por pjesë të ndryshme, kryesisht të kompozuara nga vetë ai, sepse Markeliani luan kryesisht muzikën e tij, jazz, gjithmonë, por muzikën e tij të kompozuar edhe mbi motive shqiptare, por edhe mbi motive të tjera të cilat Markeliani i kthen në pjesë të reja. Kjo është mjeshtria. Dhe mbyllja e koncertit ka qenë një magji më vete. Përpara se të shkojmë tek mbyllja, ti interpretova? Çfarë pjesa? Atëherë, siç thash edhe pak më parë, ka qenë është një pjesë e dedikuar një shqiptari, një miku ton, që Markeliani ka disa muaj që është pjesë e re, është luajtur për herë të parë në Zara. Shpresoj mos të jetë hera fundit kjo që do të luhet si pjesë, por është pjesë e kompozuar nga vetë Markeliani. Ishte në stilin jazz. Jazz balad. Unë ndjeve mjaft e sigurt përpara këtyre njerëzve, emrave të mëdhenj të muzikës bashkëkohore. Unë ndjeva shumë e emocionuar. Gjithsesi u pritet shumë mirë. Por besoj se po. Dhe për të ardhur tek mbyllja finale e këtij koncerti, i cili dhuroi shumë emocione, apo jo? Po. Siç thash, pjesa e fundit ishte dedikuar Markelian Kapedanit, pra për të ardhur tek e sotmja dhe e ardhmja, siç erdhë me logjikën e të gjithë aktivitetit, i cili interpretoi për rreth një orë bashkë me trion e tij, me një virtuozitet. Jo, virtuoz është të themi pak, pasi Markeliani kur ulet në piano, bën pianon të flasë sipas gjuhës së tij. Sa bukur.
Dhe u duar trokit nxehtësisht besoj. Shumë. Si gjithmonë. Si gjithmonë. Si duke na sjell këto emocione shumë të bukura, natyrisht na bën të parafturojmë çdo gjë që ka ndodhur aty, por që nuk do të jetë Albanian Sounds vetëm sapo ka filluar. Sapo ka filluar. Është patjetër një rrugtim që do vazhdoj. Ka ndonjë projekt, megjithëse nuk më takon mu të flas për projektet të flas Florian Jakaj, shoqatës kulturore Rock Jakaj, megjithatë besoj se sinergjia që u krijua mes artistëve, mes studiozëve dhe mes njerëzve pozitiv, besoj se mesazhi është i qartë që ky është vetëm fillimi i një rrugtimi të gjatë të tingujve shqiptar. Bruna, si instrumentiste, si flautiste, ju thatë që ky është një moment i veçantë i interpretimit tuaj. Ju interpretoni me flautin tuaj edhe në orkestrën simfonike këtu në Shkodër dhe në bandën e qytetit. Mendon se kjo pjesë do hyj edhe në repertorin e mëvonshëm tëndin edhe në koncerte të tjera në mënyrë që të jetë më shijuar, si thua, nga spektatori? Pjesa që kam luajtur në Zara, atëherë pjesa që kam luajtur në Zara është e drejtë ekskluzive e Markelian Kapidanit. Ju do bashkoheni e drejta e autorit është tek Shkodra Jazz Festival, base. Atë nuk e di. Do shohim vazhdimisht. Por gjithsesi kjo përbën në një ecuri tënde artistike apo jo? Atëherë unë e them shpesh edhe në ambientet e mia, unë para se të jem gjithçka tjetër, unë jam flautiste dhe besoj që do i rikthehem skenës ashtu siç unë imagjinoj dhe pëlqej më shumë, sepse të luash në formacione orkestrale është diçka sigurisht e veçantë, por interpretimet solo pastaj janë diçka tjetër që janë në planet tuaja edhe synimi i çdo artistit. Janë në planet tuaja ta afërta. Do flasim sapo të jem gati. Sapo të jemi konkret. Shumë bukur. Duke na sjell këto emocione të tingujve shqiptar në zarat të Kroacisë, në këtë aktivitet të mrekullueshëm traditor që inicion me konferencën albanologjike për të mbështetur në 2 koncerte të artistëve shkodran, por jo vetëm. Natyrisht na dhe një pasqyrë mjaft të këndshme të Shqipërisë, të Shkodrës, të muzikës, të emocioneve, të tingujve dhe çdo gjë të bukur që ne parafturojmë dhe e kemi këtu pranë me flautisten Bruna Keçi. Bruna, të falenderoj shumë që erdhe sot në studio dhe të uroj gjithmonë suksese në ecurinë tuaj edhe në ecurinë e Albanian Sounds. Tashmë një formacion që prezanton tingujt ton jo vetëm brenda kufive, por dhe jashtë. Faleminderit shumë. Shpresoj të mund të shihemi edhe në aktivitete të tjera. Do jemi sërish, besoj, edhe me aktivitetet të organizmave të tjerë, edhe të punës time të përditshme, patjetër. Faleminderit shumë që shpreh një interes për aktivitetet të cilat simbolizojnë diçka për vendin tonë. Është shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit ju.